Klod, mirë se erdhe. Mirësi u gjeta. Nuk ja dole, do thoja unë, që ta ndalonit. Megjithatë ka disa lëvizje, siç është Autoriteti i Konkurrencës, që thotë ka një analizë financiare që justifikon këtë vendimarrje. Beteja pikëspari nuk ka ndalu. Kështu që edhe mund t'ja dalim. Sigurisht. Ne kemi përdorur gjitha mjetet legale dhe demokratike, kemi organizuar protestë, kemi bërë peticion, kemi dalë aty në rrugë për të komunikuar dhe të ndërgjegjësuar qytetarët e Kamzës dhe për të bashkëorganizuar me ta, dhe fakti se autoriteti i mediave, autoriteti i konkurrencës reagoi dje në një postim publik ku thonte se rritja e çmimit të biletës autobusit për bashkinë e Kamzës është i pajustifikueshëm, nuk ka një raport financiar, një analizë financiare të kostove dhe të fitimit, dhe mbi të gjitha është kryer kushtet e monopolit. Vjen prej faktit se përfaqësuesi parlamentar Redi Muqi i ka përdorur gjitha mjetet, ju ka dërguar letra, kërkesa, qoftë autoritetit konkurrencës, qoftë institucionit lartë të kontrollit të pasurisë dhe konfliktit të interesit, qoftë prefekturës, qoftë Ministrisë së Financave, dhe kjo kërkesa e Redi Muqit me sa duket ka vënë lëvizje një institucion, dhe na tregoi si një institucion shtetëror, si autoriteti i konkurrencës ekzistoka. Megjithatë është problematike sepse po ta shohësh në publikimin ose postimin e autoritetit të konkurrencës, sot se hetimi do të kryhet nga janari deri në dhjetor të vitit 2026, pra një vit ku ky autoritet, ky institucion do të bëjë hulumtimet e veta për të parë nëse ka ose jo shkelje, që duket paksa paradoksale, sepse pa institucion thonte se mungon elementi bazë, logjik edhe ligjor, që justifikon rritjen e çmimit të biletës së autobusit, që është analiza financiare dhe ekonomike e kompanisë. Pse e bëjnë këtë, Klod? Se ideja është këta për sa kohë kanë marrë si vendim? Sa u bë? 2 muaj, besoj? 2 muaj, 3 muaj. Po. Atëherë, për 2 muaj, këta vendimin e kanë marrë, dhe kur e kanë marrë si vendim, disa dokumenta i kanë përgatitur, se nuk është se ti u zgjove një ditë në mëngjes, ata vetëm në media, aty ku je ulti, kanë qenë përfaqësuesit e kompanisë, dhe ne na duket si qesharake se ata e thonin gjatë gjithë kohës se ne do e ngrim se ne s'na del, jemi keq, do bllokojmë këtë, do bllokojmë atë, ndërkohë nuk pam një vendimarrje që po, ti del nga tregu, hyn dikush tjetër, shifet konkurrenca, po patëm vetëm ankesa nga kompania në fjalë. Ndërkohë, autoriteti i konkurrencës thotë që unë do ta nis nga data 1. Ndërkohë, po me këto dokumenta që kanë përgatitur me arsyetimin, pse nuk merren në konsiderat këto 2 muaj? Është e palogjikshme po ta mendosh, dhe mendoj se po e kanë rritë shpejt, sepse po të ishte planifikuar rritja e çmimit të biletës, ta do të kishin edhe një raport, domethënë do të kishin gjetur edhe disa justifikime, dhe me sa duket nuk janë lodhur fare për me gjetë justifikime, thjesht janë mbledh për mendimin tonë në mënyrë okulte. E kemi thonë edhe shpesh, vetëm 2 nga 41 këshilltarë bashkiak të bashkisë Kamzës nuk kanë votuar pro rritjes së çmimit të biletës së autobusit. Edhe këtë punë ka bërë në unanimitet. Në unanimitet, edhe ajo që është më e shpifura, do ta thoja, është se gjitha në vendet normale dhe demokratike, rritjet e çmimeve ndodhin kryesisht për shërbimet, nga 1 janari e tutje lajmëron edhe qytetarët u jepet kohë atyre ose aktorëve të shoqërisë që të ndërhyjnë, të ketë dëgjesa publike, t'u jepet mundësi dhe hapësirë për veprim ose për kundërshtim. Kjo ka ndodhur shpejt, qytetarëve është bërë fakt i kryer rritja e çmimit të biletës së autobusit, madje edhe sot po të hipësh në autobuset e Kamzës, pavarësisht se ka 2 muaj ose 3 muaj që është rrit çmimi i biletës, sheh njerëz cilët shprehin pakënaqësinë e tyre haptazi dhe drejt diku edhe konfliktohen me faturinën, pavarësisht se faturinoja është punëtor aty, dhe duket sikur kjo masë nuk po e përtypi, nuk po e golltisin dot, sepse është një masë vërtet skandaloze, dhe shumë kush mund të thotë shiko se ka të bëjë vetëm me 10 lekë të vjetra. Jo, nuk ka të bëjë me 10 lekë. Përveç se 10 lekë që i vjetër, 10 lekë këtu, 10 lekë atje, 10 lekë. Nuk është më 10 lekë, as në fund ditës, as në fund javës, dhe as në fund të muajit për një familje normale të ndershme që punon edhe merr ato pagat sa i kemi ne pagën mesatare, dhe që pastaj kur do të shkojë tek tregu për produktet e shportës, dhe ato i ka në çmime të larta, ndërkohë këta nuk kanë as abonet. Këta janë një kompani që funksionojnë ndryshe nga të tjera. Tani më lejo Klodi që shkoj pak shkurt me reklama dhe do rikthehem për atë se çfarë ju keni parë në terren, çfarë thonë qytetarët, se firma keni mbledhur, a janë përmirësuar flotat, presionin që keni patur, se jeni përballë me presion
Herë pasere, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në fakt për të folur për shqetësimin e banorëve të Kamzës, atë cilët tashmë prej 2 ose më shumë, 2 muaj ose më shumë, afro 3 muaj, paguajnë më shumë para për të qenë pjesë e urbanit, këtij shërbimi i cili varet nga bashkia që bën të gjitha procedurat për të ofruar banorëve atje një shërbim me standarde, por edhe me çmime të cilat janë çmime të pranueshme. Pa u njoftuar, ata një ditë bukur u përballën me rritjen me 10 lekë të shërbimit në një prej shërbime. Ndërkohë, e kanë kundërshtuar sepse zërat e tyre tashmë janë nëpërmjet shoqërisë civile, nëpërmjet deputetëve, nëpërmjet aktivistëve, të cilët kanë mbledhur edhe firmat e tyre në mënyrë që ta kundërshtojnë pra për një peticion. Kështu që e vazhdojmë këtë bisedë me Claude Lekën. Claude, sa firma keni mbledhur ju? Kemi mbledhur rreth 2000 nënshkrime për shkak edhe të kushteve të vështira atmosferike. I kemi mbledhur një kohë rekord, qytetarët e Kamzës kanë nënshkruar masivisht. Peticionin e kemi dërguar në institucione dhe presim na kthejnë një përgjigje zyrtare, pavarësisht se këta e përdorin në kohën institucionale në limitet e tyre dhe përgjigjet zakonisht janë përgjigje të thukta, të sekta, pa justifikime të qëndrueshme. Megjithatë ne do të vazhdojmë edhe pas njoftimit të autoritetit konkurrencës se ka hetim ndaj kompanisë. Do thonë ne mendojmë se nuk mjafton vetëm hetimi ndaj kompanisë, duhet këtë hetime edhe të mëtejshme ndaj Këshillit Bashkiak, se si ka mundësi që nga 39 veta, nga 41 antarë të Këshillit Bashkiak kanë votuar unanimisht, ndërta ka qenë edhe administratori i kompanisë Shpresa Pikal, i cili pse administratori është pjesë, është antar i Këshillit Bashkiak? Antar i Këshillit Bashkiak, i cili është një konflikt i hapur interesi në këtë rast. Më thënë, ai është antar i Këshillit Bashkiak edhe është përfaqësuesi i kompanisë që ofron këtë shërbim dhe ka dalë në konkluzionin që po duhet të rritet çmimi. Duhet të rritet çmimi dhe ka votu pro rritjes çmimit. Ndërkohë që është edhe pak absurde, po ta mendosh se ti nëse i ke 39 njerëz me vete, pse duhet 38, se duhet jesh edhe ti 39, por duhet se egoizmi, se grupsia e kemi emrin e administratorit edhe të... Për fat keq ose kam frikë ta them, por nuk e maj mend, nuk e kujtoj dot, por ajo çka është se duhet shtrihet hetimi edhe drejt bashkisë së Kamzës, edhe drejt Këshillit Bashkiak. Pra, si ka mundësi që gjithta janë bërë bashkë, një mbledhje për mendimin ton okulte, pa një analizë dhe raport financiar, kostosh edhe fitimesh, pa marrë parasysh gjendjen ekonomike të qytetarëve dhe janë bashkuar kundër interesit qytetar. Dhe po ta shohësh, ne për gjatë kohës që kemi qenë terren duke mbledhur nënshkrime, duke folur me qytetarë, duke u bashkëorganizuar me ta, kemi pas edhe reagime histerike nga ana e pushtetit, që nuk e kuptonte dot faktin se si dikush mund të, nga që ndoshta nuk është mësuar kurrë me reagime dhe me organizim demokratik nga poshtë për te këtyre mënyrave të vjetra të bërit politik, kemi pas reagime histerike, agresive, qoftë nga policia bashkiake, qoftë nga zyrtarët të bashkisë së Kamzës. Se çka ka ndodhur me Rakip Sulin, për shembull, se tani the që nga bashkia, keni shkuar tek kryetari, te zoti Suli. Ne kemi shku, për shembull, një rast konkret, pasi zoti Suli, domethënë na suli policët bashkiak, na suli komunale. Ju thatë s'kishit marrë leje, tani si përfundim kishit marrë apo s'kishit? Ne kemi dërguar kërkesë, domethënë, edhe kur i dërgon kërkesë policisë shtetit, nuk merret leje për me bërë organizime publike. Quhet lajmërim, ti e njofton, të jetë në shërbimin tënd dhe të garantoj mbarvajtjen e aktivitetit tënd publik. Ne kemi dërguar kërkesë tek Bashkia e Kamzës, kërkesa na është refuzuar, edhe ata domethënë sillen sikur të jenë feudal të qytetit, duke na thënë çfarë doni ju këtu, duke na thënë se jeni forcë politike, duke kaluar edhe në ofeza edhe politike, se çai duhet një drejtori bashkiak, do më thonë, të merret me faktin se ne jemi parti politike ose jo, kur ne po flisim për çështjen e transportit publik, madje kur është interesante Aida se kur shkuam dorëzonim edhe peticionin, na doli nënkryetari i bashkisë që po na fliste sikur të ishim lypsa, do më thonë, shkuam tek dera e bashkisë, institucionit, drejt të dorëzonin peticionin dhe thonë çfarë doni ju këtu, dilni ke trotuari, jo po këtej, jo po ande. Kur në fakt
kjo është edhe mungesë e logjikës institucionale, është sigur tjetë bashkia prona jota personale, sigur të kemi ardhur këtë dera e shtëpisë. Ata kanë për detyrë të shërbejnë kujdo, madje atë lypsin ose njeriu në nevojë që ti përmende, kanë për detyrë sigurisht edhe të asistojnë, edhe të gjejnë strehim në këto ditë ftohta, por realisht mu personalisht më bëri shumë përshtypje se si mund dalën në kryetari i bashkisë edhe të drejtohet ma që shpërbuzi duke thonë çfarë doni ju tek dera, po pengoni qarkullimin, nuk ishte absolutisht asnjë lloj qarkullimi aty. Edhe ai para se dilte ai për me fol, edhe për me thonë se po i pengonim, ka shumë institucie, është policia bashkiake, është policia shtetit. Po fund ditës aktivistët këtë kanë, edhe përballen, edhe përballen kudo, përballen në Shqipëri, përballen edhe në botë, kështu që nuk është... Jo, e drejt, po të bën habi fakti se si dikush i cili është numri 2 i bashkisë, nuk i kupton disa gjëra elementare, nuk e kupton hierarkinë, nuk e kupton... A mendon, Klod, duke qenë se e njeh nga afër këtë çështje, a mendon se këtu kemi të bëjmë me një skem për interesa të biznesit dhe jo me një vështirësi reale me cilën po përballen këto biznese që në fund ditës me formulë apo me një zgjidhje të subvencion që ata kërkojnë, mund ta kishin zgjidhur prapë pikërisht me bashkinë, me buxhetin që ka bashkia, dhe si e shikon pra këtë raportin? Shërbimi që vjen tek qytetarët, aty s'ka as abonem, ke thënë herën e fundit. Ka abone, e kanë rritë edhe çmimin e abones, ka qenë 12.000 lekë, e kanë bo 14.000 lekë vjetra, edhe nuk ka për shembull abone për pensionistët edhe për studentët, siç e ka Bashkia e Tiranës, edhe është interesante që atë 2.000 lekë që arriti shteti në pension, një pensionisti ja morën direkt përmes abones, rritjes çmimit të abones së autobusëve. Për shembull, kjo duket ashiqare se këtu është në nështrim i institucioneve shtetërore kundrejt kompanisë private dhe gjithçka është kryer shpejt e shpejt edhe pa në mënyrë okulte. Sepse realisht po të kishte vërtet shqetësim nga ana e Bashkisë së Kamzës për të mbrojtur interesat e 10 mijëra qytetarëve të saj, do kishte diskutime publike, do përpiqeshin për me gjetë rrugë të ndërmjetme, do kishte edhe i farë përplasje, është normale edhe në vendin demokratike që bashkia të përplaset me kompanitë private. Ka edhe mjetet tjera që kompania private për shembull mund ta kërcënojë me grevë. Po nuk ka ndodhur fare kjo, thjesht janë mbledh, kanë rrit çmimin e biletës, se kanë bë fakt kryer, kanë gjetë rrugën më të shkurtër, kanë përdor mekanizmat e policisë bashkiake dhe drejtorëve për të bërë presion në rrugë, dhe kryetari i Bashkisë Kamzës nuk përgjigjet fare. Nuk përgjigjet fare, mbjell gjatë gjithë kohës, Pem ka marrë një farë poze alla Erion Veliej, po që është një poze cila nuk i shkon, edhe ai liçeni famshëm i Paskuqanit, edhe ai po betonizohet me shpejtësi, edhe nuk është fare ashtu siç e reklamon ose e proklamon Rakip Suli, i cili refuzon të marrë përsipër përgjegjësitë, se është interesante këta u adun votat qytetarëve, u adun pagat e majme që dalin nga parat e qytetarëve, u adun duartrokitjet nga ana e qytetarëve, por kur vjen puna për me mbrojtë interesat bazike këtyre njerëzve që janë njerëzit më punëtor për mendimin tim, edhe nuk e egzagjeroj, në Shqipëri, njerëz cilët e mbajnë gjallë jo vetëm ekonominë e tyre familjarëve, jo vetëm qytetin e Kamzës, po edhe kryeqytetin, që është Tirana, përmes punës tyre nënpaguar, shpesh keq paguar me pagë minimale, dhe shohim se pikërisht kjo që është pjesa më e varfër, domethënë e qarkut Tiranës, më punëtor, ajo goditet më shumti edhe më tepërti edhe në një mënyrë turpshme. A është shoqëruar kjo rritje prej 2 muajsh me një shërbim që justifikon këtë rritje? Nuk ka absolutisht asnjë lloj përmirësimi të kushteve të transportit publik, nuk është se janë shtuar flota autobusëve, është përmirësuar higjiena e tyre, vazhdon të jetë njësoj, madje edhe më keq, duket sikur është agravuar dhe amortizuar shërbimi i transportit publik të Kamzës, dhe kjo nuk e justifikon është element shtesë i cili nuk e justifikon rritjen e çmimit të biletës së autobusit për 10 mijëra familje punëtore, për 10 mijëra studentë cilët vinë për të studiuar në Tiranë.
Ndërkohë ju keni tentuar të flisni me kryetarin e bashkisë. Më thatë se si jeni trajtuar nga nënkryetari, nga ana tjetër, po me përfaqësues të kompanisë private Shpresal, me administratorin që rezulton të jetë edhe antar i këshillit bashkiak, po në Kamës aty ku është qeveria që merr gjitha këto vendime. Keni komunikuar, Klot, jeni përpjekur në çdo lloj rrethane, në çdo lloj bisede që mund të jetë bërë për të adresuar problemin ose ndoshta ata për të ndikuar tek ju, nuk e di. Jo, ne domethënë nuk merremi me kompanitë private sepse ne kemi ndërmjetës që është përgjegjës në këtë situatë, që është Bashkia e Kamzës, është Këshilli Bashkiak i Kamzës. Pra shteti përgjegjësi, domethënë i drejtohemi institucioneve, por se janë institucionet ata të cilat kanë përgjegjësi përballë qytetarëve, kanë përgjegjësi përballë nesh, qoftë edhe si parti politike parlamentare, domethënë, kanë përgjegjësi edhe përballë opinionit publik. Se kompania private mund ta çojë edhe 5.000 lekë të vjetra çmimin e biletës së autobusit. Problemi është që ai është privat dhe do të maksimizojë fitimin e vet. Por problemi është edhe e pranueshme në logjik. Por për politikat sociale nuk janë më çështje biznesi, pavarësisht ata do të fitojnë, i takojnë bashkisë, po thua ti. Bashkia e ka takrin për me e leju rritjen e çmimit, transporti publik pavarësisht se autobuset mund të jenë privat, është pronësi edhe rregullohet me ligje publike edhe shtetërore, siç e thotë edhe autoriteti i konkurrencës, jemi në kushtet e një monopoli. Se shumë mirë bashkia për shembull dhe mund ta kërcënonte kompaninë private duke thënë se do të kontraktojë ose do të vijmë komunikim me një linjë tjetër autobusësh që do të konkurrojë. Dhe jo vetëm e kërcënon, po ka drejt ta bëj. Ta prish kontratën dhe gjen një shërbim më të mirë pa cënuar qytetarët nëse e ka qëllim në vetvete për të qëndruar përballë qytetarëve dhe për t'i asistuar apo për t'i dhënë një shërbim. Po kjo është rruga e vështirë e politikës, Aida. Domethënë, politika si planifikim, politika si mbrojtje e interesit publik, këta këtu në Shqipëri kanë gjetur rrugë shumë të shkurtër, shumë thjesht e rrisin çmimin, bien kundërshtim me interesat e qytetarëve, synojnë për me zhvat sa më shumë prej parave dhe prej gjepave tyre, i nënshtrohen. Edhe mendoj se kryetari i Bashkisë Kamzës, ata që e kanë pushtetin në Bashkinë e Kamzës, janë borxhlinj kundrejt kompanisë private, kundrejt oligarkëve, kundrejt biznesmenëve, sepse këta, kur vje puna e zgjedhje, kur vje puna e fushatës, marrin para, domethënë marrin financime në dorë, i futen në marrëdhënie të smura, para politike do t'i quaj, nuk do t'i quaj as politika, dhe kur e marrin pushtetin, këta nuk janë më borxhlinj qytetarëve, këta janë borxhlinj pikërisht këtyre njerëzve cilët në fund ditës u kanë sponsorizuar edhe fushatën atyre. Dhe gjitha rrugët, gjitha kur e mendon, gjithë logjikat qonë se Rakip Suli edhe Këshilli Bashkiak i Kamzës me forca politike, se Këshilli Bashkiak i Kamzës ka forca politike shumë plurale, qoftë parti që janë nga pushteti, Partia Socialiste, Partia Socialdemokrate, qoftë parti nga opozita, do me thënë, cilët janë bërë totalisht gjithë bashkë dhe kanë votu në blok. Që të regonë se aty të Bashkia e Kamzës, të Këshilli Bashkia e Kamzës ka i siklet të madhë, edhe është vërtet shumë e frikshme dhe shqetësuese, se gjithë ta individ, gjithë ta forca politike, bëhen bashkë, mbledhen shpejt, madje po të shohësh edhe raportin e mbledhjes është një raport krejt i met ose i... Po tani, të gjitha këto, Klod, që po thoni ju, duhet të hetohen nga drejtësia? Sigurisht, duhet të hetohen nga drejtësia, duhet shihet për konflikt. Aty ka konflikt interesi, si që tha, që është administratori i kompanisë cili ka votu pro rritjes së çmimit të biletës, por dukshëm ka dhe interesat tjera të nëndeshme, okulte, cilët i kanë shty kryetarët e Bashkisë të Kamzës, e kanë shty kryetarin e Bashkisë Kamzës që të lejoj rritjen e çmimit të biletës për qytetarët e Kamzës. Më the pak më parë që edhe se kanë kaluar 2 muaj, ata vazhdojnë të kenë si shqetësim, sërish nuk e kanë pranuar një një veprim të tillë. Keni menduar ju që se është bërë problem dhe kjo çështje e protestave? Po zakonisht ne kështu i manifestojmë tani me peticione. Ju peticionin pothuajse firmat i keni mbledhur, janë 2.000 njerëz aty të cilët shprehen kundër, që kanë hedhur edhe firmat e tyre.
Por të kuptojmë ato që pritet të ndodhë, do të bëni protestë, po më thëja? Sigurisht, nëse, do më thënë, nuk vjet në lëvizje asgjë, në qoftë se Këshilli Bashkiak nuk e merr në rishqyrtim çështjen, në qoftë se kryetari i bashkisë Kamzës, Argip Suli, vazhdon fshihet si zogu pas pembe që mjell vetë dhe nuk merr përgjegjësitë publike përballë qytetarëve, ne do të kemi protesta sepse jemi të vetëdijshëm që një vend jo demokratik si joni, një vend autoritar, një vend ku edhe kryetari më i fundit edhe polici më i fundit bashkiak mendon se mund të shfuqizojë ty drejtat kushtetuese edhe mund të kufizojë lirit politike edhe mund të trajtojë ty, nuk e di, si një hiç, domethënë e vetmja mënyrë është që të reagojmë përmes protestave dhe ne do jemi këtë dera e bashkisë së Kamzës, sepse ne e shohim përditshmëri, e shohim shumë prej nesh janë edhe prej jetojnë në bashkinë e Kamzës dhe shohim përditshmëri, paknajsin cilët në funditës e Koraj Fatorinoja, i cili s'ka si farë lidhje, po dukshëm qytetarët, jo vetëm për shkak faktit sa e 10 lekëshi u arendon, se në të vërtet u arendon, shumë 10 lekësha e gryejnë funditës e hanë pagën minimale, por edhe vetë gjesti i Këshillit Bashkiak, i bashkisë, është i gjest skandaloz, i gjest i turpshëm, i gjest i cili nuk po golltitet dot nga ana e qytetarëve. Dhe siç e tham, ne do të jemi me protesta para bashkisë Kamzës, bëm edhe para një muaj bëm edhe protesta, është interesante Aida se si gjithandej kishte kështu njerëz që fotografonin, domethënë dukshëm intimidonin qytetarët, lëshonin fjalë. Edhe është pavarësisht se thonë se Shqipëria është i vend demokratik, situata është vërtet shumë toksike. Duhet dalësh në terren, siç keni bërë ju dhe ta kuptosh e ta shikosh. Është shumë toksike edhe këta dukshëm nuk janë mësuar me reagime qytetar, janë mësuar me sundim, po jo me qeverisje. Se qeverisja kërkon dialogun. Unë do të ftoj sërish në këtë nisëm për hir të respektin dhe atyre qytetarëve të cilët janë të prekur, për hir të atyre 2000 njerëzve të cilët kanë reaguar dhe që e shprehin me vullnet dhe me firmë, për sot faleminderit. Faleminderit ju.